Në një kohë kur disa produkte shqiptare të nisura për eksport janë kthyer mbrapsht për shkak të problemeve me përdorimin e pesticideve, në një serë në Lushnjë perimet po prodhohen pa pasur nevojën e inputeve bujqësore. Në vend të pesticideve, brenda serës ku kultivohen domate, kastraveca dhe speca, futen insekte për të luftuar insekte. Duke parë, rritjen e cilësisë së produkteve, duke çuar përdorimin e pesticideve në zero dhe duke rritur shëndetin e njerëzve që punojnë në sera. Pjesa tjetër ka të bëjë me rezistencën e shumë dëmtuese që kishim në sera dhe problematika që ne me ndotjen e produktit. Atëherë nisi nevojë përdorimi i luftës biologjike. Atëherë pjesa e parë që kemi do të vendosim letrat ngjitse për të thithur insektet. Në momentin e dytë vendosim feromonet për të thithur dhe për të bërë qëllimtimin e insekteve. Në momentin e tretë vendosim insektet të dobishme që janë patogjen, që ka të bëjë me insektet që hanë insektet, disa insekte të tjera që ne i vendosim, aty me kalimin e kohës vendosim në trupin e insektit dhe njëkohësisht dëmtojnë insektin. Një grup fermerësh në Lushnjë e përdor prej 3 vitesh këtë metodë prodhimi me mbështetjen e GIZ dhe ambasadës gjermane, ndërsa po trajnohen edhe të tjerë për të zhvilluar më tej si mundësi falë përfitimeve të shumta. Është viti i tretë, kemi filluar shumë pak qendra e trashëgimit të teknologjive bujqësore bashkë me GIZ-in. Ka vazhduar punën dhe për trajnimin e fermerëve dhe të shërbimit shkellimor të ekstensionit, por edhe të fermerëve në të gjithë Shqipërinë. Aktualisht kemi qenë një grup i vogël, kur kemi filluar sot, jemi goxha në numër ka arritur mbi 500 fermerë, rreth 600 fermerë që aplikojnë skeme të tilla, kemi bërë gjithë bashkë për ta promovuar dhe për ta shtrirë sa më shumë në këtë ecuri. Kemi filluar të mbjellëm domateve të forma të ndryshme, kemi mbjellë specin trikolor, jemi përshtatur shumë me kërkesat që ka botë. Kemi domaten mini, kemi domaten cherry, kemi domaten e zezë. Kemi shumë gjëra që kemi futur në serë duke përshtatur gjithë tregut që është në Europë. Produktet që prodhohen në këtë mënyrë pa përdorur pesticide, sipas fermerëve dallohen nga të tjerat në ngjyrë dhe në shije, por këto prodhime janë në sasi të pakta në tregun vendas, sepse pjesa më e madhe e tyre eksportohen falë kërkesës së lartë.